Përshëndetje dhe mirë se vini në bota e horoskopit. Le të lexojmë letrat tarot, çfarë na thon për 12 shenjat e zodiakut për ditën e njëjtë 2 korrik 2026. Dashi, letra juaj e tarotit dash, 5 pentakulat. 5 pentakulat. Kjo ditë e njëjtë sjell një mesazh të rëndësishëm për situatën tënde financiare dhe stabilitet afatgjatë dash. Letra 5 pentakulat tregon vështirësi dhe presionin që mund të kesh përjetuar me parat, por gjithashtu të kujton se ekziston një zgjidhje edhe nëse nuk duket si ajo që pret. Me hënën në ujor, energjia ndryshon drejt ideve të reja dhe mendimit inovativ. Kjo nuk është koha të ndihesh i bllokuar, por të shohësh gjërat nga një kënd tjetër. Zgjidhjet janë aty, sidomos nëse mendon jashtë kutisë dhe je i hapur ndaj mundësive të reja. Universi po të shtyn të rindërtosh më fort dhe më me zgjuar si armja jote financiare mund të ndryshoj duke filluar nga tani. Qëndroj hapur, krijues dhe beso procesin. Demi, letra juaj dem për këtë ditë të njëjtë është 8 pentakulat. Kjo letër sjell një mesazh të qartë për punë të palodhur, për kushtim dhe ndërtim të suksesit hap pas hapi. Kjo letër tregon se suksesi nuk vjen me njëherë, por përmes disiplinës dhe gatishmërisë për të mësuar çdo detaj të rrugës që po ndjek. Edhe nëse ndonjëherë ndihesh sikur dëshiron të jesh menjëherë në krye, universi po të mëson në rëndësinë e bazave. Në fillim mund të duket pak lodhëse të fillosh nga e para ose të studiosh diçka nga niveli më i thjeshtë, por kjo është pikërisht ajo që do të jap forca afatgjatë. Të kuptosh si funksionojnë gjërat në thelb do të bëj shumë më të fuqishëm në të ardhmen. Mos e nëmledhëso procesin, çdo hap i vogël po të afron me suksesin që kërkon. Qëndroj fokusuar, i turuar dhe vazhdo përpara. Binjakët, letra juaj e tarotit binjak për këtë të njëjtë, ylli i përmbysur. Kjo letër sjell një energji, ndjeshmëri më të thellë dhe momente reflektimi emocional. Edhe pse zakonisht ke një natyrë shumë optimiste dhe sheh jetën nga ana pozitive, sot mund të përjetosh momente dyshimi ose një ndjenjë të lehtë dëshpërimi. Kjo nuk është diçka negative, përkundrazi të ndihmon të kuptosh më mirë emocionet e të tjerëve dhe situatat e vështira që jo gjithmonë duken nga jashtë. Kjo përvojë e rrit empatinë tënde dhe të afron më shumë me njerëzit përreth. Edhe kur duket sikur shpresa zbehet, për pak thellë brenda teje ajo gjithmonë ekziston. Kjo është një periudhë rritjeje emocionale dhe vetkuptimi më të thellë. Pranon ndjenjat pa i gjykuar, ato të udhëheqin në kuptimin më të madh sot. Gaforia, letra juaj e tarotit gafore për këtë të njëjtë, 3 shkopinj. Letra e ditës është 3 shkopinj, të sjell një energji që të sjellë zgjerim, kreativitet dhe hapje ndaj mundësive të reja. Këtë të njëjtë do të dalësh pak nga zona jote e rehatis për të përjetuar më shumë aventurë dhe frymëzim. Dita e 2 korrikut mund të dihet çliruese për ty, ndërsa po përqafon energjinë e kësaj letre që lidhet me vizionin dhe idetë e reja. Numri 3, përfaqëson krijimtarinë, ndërsa shkopinjt lidhen me idetë dhe pasionin. Këto kur bashkohen krijojnë një energji shumë frymëzuese dhe produktive. Mbaj një blok shënimesh afër ose përdor telefonin për të shënuar çdo ide që të vjen, edhe nëse të duken të çuditshme për momentin. Mund të kthehen në diçka shumë të rëndësishme më vonë. Lëre imagjinatën të lirë dhe ndiq frymëzimin këtë të njëjtë. Luani, letra juaj e tarotit luan për këtë të njëjtë, 3 shpatat. Letra e ditës 3 shpatat, një energji që lidhet me ndjenjat e lëndimit emocional dhe zhgënjimit. Njerëzit janë të papërsosur dhe ndonjëherë nuk e kuptojnë ndikimin e veprimeve të tyre, por me 2 korrik mund të përjetosh një moment të vogël zemërimi ose dhimbje emocionale, sikur dikush të ketë zhgënjur. Kjo letër tregon shpesh ndjenjat e tradhtisë ose keqkuptimit, por është e rëndësishme të mos e marrësh gjithçka personalisht. Ajo që të tjerët bëjnë ose zgjedhin nuk e përcakton vlerën tënde. Ky është një moment për të reflektuar, për të shëruar dhe për të mos lejuar dhimbjen të ul energjinë. Ruaj vetbesimin dhe kujto kush je, pavarësisht situatave të përkohshme. Virgjëresha, letra juaj e tarotit virgjëresh për këtë të njëjtë 2 korrik. Faqja e shpatave e përmbysur, një energji që lidhet me komunikimin, kujdesin dhe mënyrën si e menaxhon situatat përreth teje. Si virgjëresh ti shpesh merr kontrollin ose organizon gjërat jo vetëm nga dëshira për perfeksion, por sepse kërkon të mbrosh njerëzit që do dhe të sigurosh që gjithçka të shkojë sa më mirë. Por këtë të njëjtë 2 korrik, kjo energji mund të bëhet pak më e fortë se duhet. Mund të veprosh në një mënyrë tepër mbrojtëse ose të përfshihesh më shumë se sa është e nevojshme në punët e të tjerëve edhe pa e kuptuar.
Kjo letër të kujton rëndësinë e kufive dhe mënyrën se si ndihen njerëzit përreth teje, edhe qëllimet e mira nëse shkojnë në ekstrem mund të krijojnë pa kënaqësi ose keq kuptime. Mendo para se të veprosh, nëse diçka nuk do të të pëlqente ty, ndoshta është më mirë të mos e bësh edhe për të tjerët. Pesoria, letra e tarotit për ju pesore për këtë të enjte, 5 shpatat. Letra e ditës 5 shpatat, një energji që lidhet me konkurrencën, konfliktin dhe fitoret që mund të kenë një çmim emocional. Njerëzit shpesh nuk e vënë re, por edhe ti ke një anë konkurruese. Thjesht e shfaq më butë dhe më me diplomatisë të tjerë. Këtë të enjte kjo letër të paralajmëron të mos kërkosh fitore, nëse ajo kuston energjinë, qetësinë ose miqënien tënde. Jo çdo betejë ja vlen të fitohet, sidomos nëse të lë të lodhur ose të zbrazur emocionalisht. Nuk është e nevojshme të ndryshosh për askënd, por është e rëndësishme të mos e tepërosh në përpjekjet për të qenë i pari ose për të pasur të drejtë. Ruaj ekuilibrin tënd dhe zgjidh betejat që kanë vërtet rëndësi për ty. Akrepi, letra e ditës është kryepyftëresha akrep, një nga letrat më intuitive shpirtërore të tarotit. Këtë të enjte ke një ndjesmëri të shtuar nga intuita jote dhe është shumë e fortë. Mund të ndjesi kur po kap sinjale nga ambienti përreth, njerëzit ose situatat pa pasur nevojë për shumë shpjegim logjik. Kjo është një ditë ku kuptimi vjen më shumë nga brenda se nga jashtë. Mendimet e thella, ndjesitë e papritura dhe ndryqimet e brendshme mund të japin udhëzime të rëndësishme. Kryepyftëresha të fton të dëgjosh zërin tënd të brendshëm dhe të besosh intuitën pa dyshime. Akrep, një moment i mirë për qetësi, reflektim dhe lidhje shpirtërore me veten. Shigjetari, letra juaj është tarotit shigjetar, 3 pentakullat e përmbysur, një energji që lidhet me bashkëpunimin, punën e grup dhe keqkuptimet në ekip. Këtë të enjte mund të vësh re që gjërat në një projekt ose në një bashkëpunim nuk po ecin aq mirë sa do të doje. Mund të ketë mungesë motivimi, komunikim të dobët ose thjesht një ndjenjë që secili po tërhiqet në drejtimin e vet. Kjo letër të kujton se shumë herë një bisedë thjesht dhe pak mirëkuptim mund të rikthejë energjinë dhe harmoninë. Një kontroll i vogël me njerëzit me të cilët punon mund të bëjë diferencën. Mos e nënvlerëso fuqinë e kujdesit dhe komunikimit të sinqertë. Mund të rindetojnë bashkëpunimin më shpejt nga sa mendon. Bricjapi, letra juaj e ditës bricjap, 2 shpatat i përmbysur, një shenjë qartë që je gati të dalësh nga hezitimi dhe të marrësh një mendim të rëndësishëm. Kjo letër tregon se ke kaluar mjaft kohë duke menduar, analizuar dhe peshuar opsionet. Ndonjëherë, frika se mos zgjedh gabim të ka mbajtur në vend, por këtë të enjte energjia ndryshon. Më dykorik, është si të hiqet një mjegull mendore dhe bëhet më lehtë të shohësh drejtimin e dur. Nuk ke nevojë për më shumë kohë, por për veprim. Beso veten dhe lëviz përpara, dhe një hap i vogël është fillimi i zgjidhjes që ke kërkuar. Ujori, letra juaj e ditës ujor, mbreti i pentakullave i përmbysur, një energji që lidhet me parat, sigurinë materiale dhe mënyrën si i përdor ato. Nuk ka asgjë të gabuar në dëshirën për të pasur stabilitet financiar. Përkundrazi, parat mund të të japin mundësi për të ndihmuar të tjerët dhe për të ndërtuar një jetë më të shëndetshme e më të qëndrueshme. Kjo letër këtë të enjte të fton të reflektosh, apo vepron nga një vend i ekuilibruar, apo po lejon që dëshira për më shumë të të largojë nga qëllimet e tua reale. Mbreti i pentakullave i përmbysur shpesh tregon nevojën për të rishikuar marrëdhënien me materialen dhe për të rikthyer ekuilibrin mes ambicjes dhe vlerave personale. Pyet veten me sinqeritet, çfarë po të udhëheq vërtet sot? Peshqit, letra juaj e ditës është 9 pentakullat e përmbysur, një energji që lidhet me realitetin, besimin dhe mënyrën si i percepton gjërat. Ti ke një imagjinat të pasur dhe shpesh të pëlqen të besosh në histori të bukura apo mundësi që duken magjike. Por këtë të enjte, kjo letër të paralajmëron të jesh më i kujdesshëm me njerëzit dhe situatat që mund të mos jenë aq të sinqerta sa duken në fillim. Nën pentakullat e përmbysur të kujton të mos përfshihesh emocionalisht në iluzione ose premtime që nuk kanë bazë reale. Është në rregull të nderosh, por këtë të enjte mbaje njërën këmbë fort në realitet dhe mos i jep besim të plot gjërave që nuk janë të provuara. Ky ishte leximi i letrave tarot për 12 çështjat e horoskopit për datën 2 Korrik 2026. Ju faleminderit dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.